Policia! Detajet e reja kanë dalë mbi ngjarjen e ndodhur 2 ditë më parë në qytetin bregdetar të Sarandës, ku zbulua një tjetër shtëpibarje, e dyta brenda javës në këtë qytet. Policia e qarkut bëri me dije detajet e reja nga kjo ngjarje, për të cilën tashmë janë zbuluar më tepër. Është finalizuar operacioni policor i koduar administratori, ndërsa është evidentuar dhe është goditur një tjetër rast si kultivimi të bimëve narkotike në ambientet e mbyllura në qytetin e Sarandës. Gjatë operacionit janë sekuestruar 157 bimë narkotike, 18 kg lëndë narkotike kanabis, pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin, tharjen dhe përpunimin e bimëve narkotike me qëllim shitjen. Gjatë operacionit është vënë në pranga administratori i pallatit, ku ishte përshtatur ambienti për këtë veprimtari kriminale, ndërsa janë shpallur në kërkim tashmë 4 shtetas, të dyshuar si të përfshirë në të gjithë këtë veprimtari kriminale. Në vijim të punës për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar po ashtu edhe mbi informacione të siguruara nga inteligjenca informative, si dhe verifikimet në teren, strukturat e Komisariatit të Policisë së Sarandës finalizuan operacionin policor të koduar administratori. Policia e Sarandës bën me dije se si rezultati i këtij operacioni në katin e 9 të një pallati 9 katësh në lagjen numër 2 të Sarandës, në 2 apartamente u konstatuan ambiente të përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike nëpërmjet llampave elektrike, si dhe për tharjen dhe përpunimin e tyre, me qëllim shitjen më pas të treg. Nga verifikimet rezultoi se pajisjet furnizoheshin me lidhje të palishme të energjisë elektrike. Në vijim të veprimeve u arrestua në flagrancë një 45 vjeç banues të Sarandë, administratori i pallatit, për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve, kultivimi i bimëve narkotike, si dhe vjedhje energjisë elektrike, si dhe impulseve telefonike. Gjithashtu policia e Sarandës bën me dije se janë shpallur tashmë në kërkim 4 shtetas, një 48 vjeç, 26 vjeç, një 28 vjeçar, si dhe një 25 vjeç, të gjithë të dyshuar si të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Policia e Sarandës bën me dije se tashmë çështja i ka kaluar prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.